Gjulejbib radiallahu anhu. Gjulejbib radiallahu anhu ishte nga besimtarët e Medinës. Ishte beqar dhe profeti alayhi selam kishte dëshirë që ta martonte. Kërkoi për të dorën e vajzës së njërit prej ensarve. Besimtari ju përgjigj: "Së pari dua që të bisedoj me bashkëshorten." Shkoi pranë bashkëshortes dhe e njoftoi se i dërguari i Allahut kërkonte dorën e vajzës. Gruaja pranoi me kënaqësi, duke menduar se i dërguari i Allahut kërkonte të martohej me vajzën. Por kur mësoi se profeti alayhi selam dëshironte ta martonte me Gjulejbib, refuzoi, duke thënë se nuk pranon. Vajza, e cila e dëgjoi të gjithë bisedën, doli para prindërve dhe u tha: "Si mund të refuzoni të dërguarin e Allahut? Më martoni me Gjulejbib, sepse profeti alayhi selam nuk kërkon asgjë që të jetë e keqe për mua", duke dëshmuar besnikërinë që kishte ndaj të dërguarit të Allahut. Pas kësaj bisede, babai i vajzës shkoi tek profeti alayhi selam dhe i tha se pranonin ta jepnin vajzën për Gjulejbib. Më në fund dasma u bë. Pak kohë pas dasmës, profeti alayhi selam po përgatitej për luftë. Gjulejbib radiallahu anhu, megjithse ishte i sapo martuar, nuk qëndroi pa ju përgjigjur thirrjes së të dërguarit të Allahut, duke u bashkuar me ushtrinë e tij. Luftoi si një hero i vërtet dhe në fund ra dëshmor. Pasi mbaroi lufta, profeti alayhi selam pyeti sahabët: "Ku është Gjulejbib? Nuk e shikoj askund atë. Kërkojeni." Sahabët e kërkuan dhe e gjetën të shtrirë në tokë përbri 7 idhujtarve. Me sa duket, Gjulejbib radiallahu anhu i kishte vrarë dhe më pas kishte rënë dëshmor. U kthyen dhe e lajmëruan profetin alayhi selam. I dërguari i Allahut alayhi selam shkoi pranë Gjulejbib radiallahu anhu dhe tha 3 herë: "Ky dëshmor është prej meje dhe unë jam prej tij", dhe më pas e vendosi në varr me duart e tij të shenjta. Gruaja e Gjulejbib priste me padurim kthimin e tij. Kur dëgjoi se kishte rënë dëshmor, nuk u ligështua, por falenderoi Allahun që e bëri bashkëshorte dëshmori. Sidomos kur dëgjoi duan që i dërguari i Allahut kishte bërë për të: "O Allahu im, mbuloje me të mira gruan e Gjulejbib dhe gjatë gjithë jetës mos e sprovo atë. Do të gëzohej sikur të gjithë botët ishin të saja." Prandaj njerëzit e shikonin me admirim dhe asnjëherë nuk i ndërpren të mirat dhe interesimin për të.